Brunilda Mersini prezantohet si kandidate për deputete në qarkun e Vlorës. Në një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocione në ambientet e teatrit Petro Marko, u zhvillua prezantimi zyrtar i Mersinit si kandidate për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Në këtë aktivitet morën pjesë figura të rëndësishme të jetës politike dhe institucionale, përfshi drejtuesin politik të qarkut Bledi Çuçi, kryetarin e Bashkisë së Vlorës Ermal Treda, ministrin Piro Vëngu dhe bashkëkryetaren e Partisë Socialiste Vilma Bello. Mbështetja e tyre i qartë u konsiderua si një mesazh besimi jo vetëm për kandidaturën e Mersinit, por për të gjithë skuadrën e Partisë Socialiste. E rrethuar nga mbështetës, kolegë, qytetarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste, Mersini falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e tyre, duke theksuar se ky është një rrugëtim i përbashkët dhe një angazhim për të ardhmen e përbashkët të Vlorës. Përpara se të merrja propozimin politik për qenë anëtare e një skuadre dinjitoze e Partisë Socialiste, një status që merri shumë brenda meje, kërkova një status me njohje të qytetit, të jemi me njohës njëri tjetrit, dhe të jemi me njohës çdo gjëje që neve kalojmë në jetë, por dhe realitetit tonë që ka ndryshuar dhe është bërë kaq emocionues, kaq me ngjyra, që i ka dhënë dinamik jetës dhe qytetit. Kjo është Gjena Papajani. Sot unë kam nderin, privilegjin dhe përgjegjësinë të jem përpara jush si kandidate për deputete për Parlamentin Shqiptar në emrin e Partisë Socialiste. Partia Socialiste ka nevojë për angazhime të reja për një Shqipëri europiane, tha Mersini, duke vendosur në dukje ndryshimet që janë bërë në vend, por edhe në Vlorë. Revolucion në jetët e njerëzve, në infrastrukturë dhe Vlora promotori i turizmit janë theksuar si arritjet e qeverisë nga Mersini. Partia Socialiste dhe Edi Rama sot më shumë se kur ka nevojë për angazhime të reja, për angazhime të cilat do të përmbushin misionin e tij për një Shqipëri evropiane, Shqipëria e 2030-s. Dhe padyshim, Partia Socialiste dhe vizioni i Edi Ramës ka bërë hapa të mëdhenj në përmirësimin e jetës së qytetit dhe të Shqipërisë sonë. Por në qytetin e Vlorës ky realitet ka pasur një emër, Edi Rama. Ishte vizioni i tij që zgjoj jetën tonë letargjike, jetën tonë të përgjumur, jetën ku mungonin rrugët, jetën ku mungonte turizmi, jetën ku mungonte gjithçka, jetën ku ne ishim si një shoqëri me depresë. Dhe sot, pas shumë pak vitesh, pavarësisht se na duken 3 mandate, janë shumë pak vite për ato çfarë është bërë. Është bërë një revolucion në infrastrukturë, është bërë një revolucion në jetën tona, është sot Vlora promotori i turizmit dhe promotor i zhvillimit ekonomik të jo vetëm qytetit, por e të Shqipërisë. Ajo që unë besoj që Edi Rama po krijon një politik që di të dëgjoj, një politik që di të ndërtoj, por dhe një politik që di të projektoj. Dhe për këtë ne do votojmë numri 5, do votojmë Edi Rama, do votojmë në 11 maj. Dhe së bashku do të ecim përpara.